Shqipëria është vendi i dytë në Europë pas Bullgarisë për numrin më të lartë të farmacive, plot 1500 të tilla. Në kryeqytet numri i farmacive për banor shkon në më pak se 1000, ndërkohë që mesatarja europiane është rreth 3000. Në një vit, nga universitetet në Shqipëri dalin rreth 300 farmacistë të rinj. Në një pamje grafike të hartës, Tirana do të dukej kështu, me dy njolla të mëdha në ngjyrë të gjelbërt, QSUT dhe Spitali Ushtarak, që kanë secili nga 30 farmaci për rreth. Por është e vështirë të tregosh në hartë numrin e saktë të tyre, pasi ai shkon në 700 në të gjithë qytetin. Me sy të lirë pamja është kjo, në një hapësirë për 200 metër mund të gjesh edhe 4 farmaci. Shtimi i numrit të farmacive u bë 5 vjet më parë, pas heqjes së kriterit të distancës prej 150 metër. Të mos grupohemi vetëm afër qendrave spitalore, por dhe ai banori që jeton në ekstremin më të largët në Shqipëri e meriton afër të ketë shërbim shëndetësor të kualifikuar nga mjeku farmacist. Efekte negative ka vetëm për atë grup i cili sektorin farmaceutik e shikon si një pjesë që me përjashtim se do shtoj të ardhurat individuale, nuk ka asnjë lloj funksioni tjetër. Ky është një nga propozimet e farmacistëve për ligjin e ri të barnave, por ata kërkojnë edhe vendosjen e kriterit që pronari farmacist të jetë farmacist, pasi pohojnë se ky shërbim është kthyer në biznes, ndonjëherë edhe të palicencuar. Kemi pasur farmaci të cilat nuk kanë pasur fare farmacist brenda. Atëherë, licenca tregtare ka qenë e vlefshme, por çfarë ka marrë qytetari? Sepse unë si urdhër profesional kam të drejtë deri në heqjen e të drejtës së ushtrimit të profesionit. Nga ana tjetër, QKL nuk merr asnjë mas për ndalimin e licencës tregtare. Propozimet e grupeve të interesit janë dorëzuar në Ministrinë e Shëndetësisë, që pritet të japë formën përfundimtare ligjit të ri të barnave, i cili synon kontroll më të madh mbi cilësinë e ilaçeve.